Mbas 2 dekadash fillon ajo që Devollint e kanë dashur më së shumti, Muzeu i Dritë Ragollit. Si ndiheni ju në radhë të parë që keni qenë edhe një mik I tij? Është kënaqësi e madhe për mua personalisht që ndërtohet ky muze. Ky nuk është thjesht një plotësim I dëshirës ime, po I të gjithë devollive. Unë e ndjej që në momentet që janë hedhur po hidhen themelet në çdo shtëpi, në çdo klub ku ne bisedojmë, flitet për Dritë Ragollin e madh. Dritë Roi mbetet një përmendore e gjallë e kulturës kombëtare. Unë e kam thënë se janë 3 në Devoll, janë 3 përmendore, është lumi që jep jetë, është vallja e Devollit që transmeton historinë e devollive të lidhur njëri pas tjetrit dhe është Dritë Ragolli, është një figurë ndritur që nuk do të shkuhet kurrë. Është një kënaqësi dhe ka qenë dëshira vazhdimisht, por në këtë rast Këshilli I Qarkut dhe Bashkia Devoll arritën që ta vënë në baza të shëndosha dhe nuk do të jetë thjesht një objekt si simbol, por do të jetë një objekt historik, tani varet nga historiografët që do ta konceptojnë, po besoj që Dritë Roi duhet të ketë edhe një seksion aty në muze për folklorin, se ka qenë një fonotekë e gjallë e këngës popullore. Ka shumë këngë që unë I kam mësuar nga Dritë Roi. Kam patur një rast, se mund ta them unë, kur më dhanë një këngë në ansamblin kur isha në ansamblin e ushtrisë, do këndoja me ansamblin e shtetit, ishte ajo Malet e Gramozicjan, po unë e kisha dëgjuar kur vinte Dritë Roi në shtëpinë tonë ose në këta miqtë e mi, dhe nuk e mbaja mend tekstin. Momentet që ishin e 2 ditë do dilja në skenë. Më thot Agim Krajka, miku I ndjerë, I madhi, thotë të shko në Dritë Roi dhe kam vajtur në Dritë Roi, ma ka kënduar në zyrë, unë e kam shkruar dhe kënga Malet e Gramozicjan për Qajnë Gani Kapedan. Pra ishte një vlerë e madhe. Jo vetëm poetike, po ishte folklorike, ishte politike, ishte shoqërore, ishte një abdetar siç I takon këtij kombi të madh. Ndërkohë, më thuaj pak si e mbani mend. Ju keni pasur një miqësi shumë të afërt me Dritë Ragollin. Po, Dritë Ronin kam takuar që në moshën 14 vjeç kur ka ardhur, sapo kishte bërë poemën në Shqipëri, dhe këndonin këta burrat e fisit aty, se mblidheshim ne. Sa kur vinte njeri, sa më madhe ishte sofra, aq më I madh është respekti që bër miku në Devoll. Dritë Roi këndonte me babain tim, qoftë me ata ku shrinte babai me Zalon, me Tajalinë. Dhe në momentin po I thoja të parit të sofrës kishim ne atë Xhaliut I thoshin këtu, po I bëja me shenjë. Edhe babi po I thoshte megjithatë Zalon do çartë. Edhe do këndojnë tha. Po le të këndojnë tha Dritë Roi, fillova këndova me një kushërin tim. Si mbarova tha, këta tha do na I kalojnë dhe ne. Pas shumë kohësh, pas kur vata në gjimnaz, pastaj erdhi Dritë Roi prapë në familjen tonë, e tha hajde të shohim tha si ke kënduar, kemi kënduar këngën 3000 Devolli. Unë e këndonja, ai më mande, pastaj qatje Dritë Roi vetëm me mua këndonte kur ishte në Devoll. Ishte një njeri I thjeshtë, ishte një njeri që unë sa herë vija në Tiranë e takoja në shtëpi, vinte këtu, takoheshim, këndonim. Pra ishte popullor I vërtetë, ishte njeri ashtu siç janë devollintë në përgjithësi. Mikpritës, bujar, I mençur, të gjitha I ka patur Dritë Ragolli. Dëgjoj, Dritë Roi nuk e ka pasur qëllim më veten në ngritjen e muzeut. Madje thoshte që ne nuk duam të mos bëni muze për mua, thoshte, unë jam ky që jam. Bëni një përmendore për punën. E unë kam tinxhizuar, e kam në disk këtë. Por megjithatë, ajo unë gjithmonë I kam thënë që tash ti punove për ne, tash do punojmë ne për ty, atë që ka bërë ai për Devollin, dhe mendoj që është e realizueshme, është realizuar dhe dëshira e tij, sepse Devolli po përparon, Devolli po ecë në infrastrukturë, në folklor, në kulturë, në përgjithësi dhe aq më shumë ka filluar dhe hapat e turizmit që po zhvillohen me hapa shumë të mirë në pjesën e Devollit të sipër, qoftë edhe në Devollin e poshtë. Këto ka pasur Dritë Roi që ta shoh Devollin të lulëzuar, të zbukuruar dhe të bashkuar, kështu thoshte. Ta kemi Laramane shoqatën Devollit, thoshte Dritë Roi. Ju falenderoj shumë për intervistë. Faleminderit.